dhe paralajmërova. Sot do të flasim më gjerësisht rreth mbajtjes së testit të maturës që do të ndodh në këtë vikend. Vazhdimisht është kritikuar është kritikuar ky test, sidomos për shkak të një dukurie që po përsëritet vit pas viti e që është kopjimi. Por gjithsesi ka pasur edhe mjaft kritika të ndryshme dhe mjaft zëra të cilat kanë kërkuar, pra kanë vlerësuar që duhet të ketë një reform sa i përket dhe një ndryshim sa i përket mbajtjes këtij testi. Por gjithsesi duket se nuk kemi pasur shumë ndryshime nga testi i vitit të kaluar. Kjo ndoshta edhe për shkak të situatës të cilën e kemi aktualisht në vendin tonë, po për diskutuar për këto çështje dhe shumë çka tjetër, unë kam kënaqësinë që në një linjë telefonike kam ekspertin e arsimit, zotrin Yunus Salihaj. Zotri Salihaj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për të. Ndërkohë besoj që do të na bashkohen edhe përfaqësues të organizatës ETEA që merret pikërisht me arsimin, me monitorimin e arsimit në vendin tonë. Do e fillojmë bisedën me ju, zotri Salihaj. Pra, jemi prap në prag të mbajtjes së testit të maturës, por që deri tani nuk kemi parë ndonjë ndryshim, diçka që ndoshta do ta bënte këtë test më kredibil, themi krahasuar me vitin e kaluar. Kur them kredibile kam fjalën pikërisht për shkak të dukurisë së kopjimit që ditë ndodh çdo vit tuajse gjatë mbajtjes së këtij testi. Do toja të flisnim fillimisht për rëndësinë e këtij testi dhe pastaj për sfidat që ka mbajtja e tij çdo vit në vendin tonë. Unë besoj që vlerësimi i jashtëm që është përfundimtar, pra vlerësimi i nivelit të arsimit parauniversitar, pra nivelit 1, 2 dhe 3, që është i përmbledhur në këtë testin e maturës letrore, është me rëndësi shumë të madhe, sepse këte bëjnë gjitha shtetet e zhvilluara, gjitha shtetet në botë, dhe i kushtojnë rëndësi të posaçme dhe për arsimin efikas sot në Evropë dhe botë, matura letrore është një farlloj feste ceremoniale që mahet me shumë ethe, po që rezultatet e saj priten me kërshëri. Për fat keq ne kemi probleme edhe trashëguara, edhe të pasgjidhura nga fillimi i aplikimit të këtij modeli testimit, që është testim i jashtëm, vlerësimi i jashtëm, që është shumë e rëndësishme, dhe me një farë mënyrë ky proces ka degraduar vit pas viti, dhe edhe me projekte e fundit që janë bërë me ndryshimin e ligjit për maturën shtetërore, nuk kam pa ndonjë ndryshim substancial që do ta ndryshonte situatën në terren. Rëndësia patyshim është tepër e madhe e testit për arsye se shumë shtete këtë vlerësim e kanë në bazë për regjistrim në arsimin e lartë. Kurse te ne për shkak të devalvimit të procesit, ky proces merr pjesë veç 30% pikëve për regjistrim në arsimin e lartë. Unë patyshim do dëshiroja që ky test jetë vendimtar edhe për regjistrim në fakultet, por për me qenë vendimtar për regjistrim fakultet për në arsimin e lartë, duhet të ishte test i besueshëm. Deri tash për fat keq nuk është test i besueshëm, bile edhe vetë ata që e kanë shkruajtur ligjin dhe e kanë bërë këtë ndryshimin e ligjit të fundit, e kanë dëshmuar këtë për arsye se këtij testi ka ndonjë rëndësi vetëm me nivelin e kalueshmërisë veç 40%. Kur ti thuni vlerësimit të jashtëm që veç 40% është kalueshmëria, domethënë vetë u palëndshmon si proces. Dhe patyshim që nuk ka kalueshmëri 40%. Kalueshmëria është 50.01%. Domethënë do të kalu pak për 50% me qenë kalueshmëri e jo 40%. S'ka kun 40% kalueshmëri, vetëm te ne. Pra, rëndësia shumë e madhe, mirë po procesi ka degraduar. Dhe nëse vazhdon kështu me këtë ligjin e fundit, janë bërë ndryshime kozmetike, po janë ndryshime veç sa i përket administratorëve të testit, kurse në substancë nuk ka ndryshuar asgjë. Nuk ka ndryshuar për shembull çësia që i bëhet shkolla profesionale. 50% të fëmijëve shkojnë në shkolla profesionale, ne kemi aty për lamit e grumbulluara, për 13 lamive kemi 4 lami teste, kurse minimumi i standardit evropian apo botor duhet të ishte për çdo lami që ne kemi 13 si mas UNESCO-s, tjetë minimum 2 apo 3 teste për instrumente mase. Me këtë proces, pra vetë shkollat profesionale me të vërtet dëmtohen shumë dhe vetëm gjimnazet mund me qenë pak më të kënaqura, sepse këtë test sipas asaj që bëhet në Kosovë
lënë përshtypje se i dedikohet në gjimnazium, në shkolla profesionale në të handikapore dhe ata nxënës me të vërtet ju shkelin drejtë e njeriut, për arsye se praktikisht ajo që ka mësojnë në programin shkollor, kurikula që ata e kalojnë, nuk është përputhje me atë që ju servohet në vlerësimin e jashtëm për në testim. Sa i përket këtyre zgjedhjeve të fundit, unë besoj që do ta përsërisin gabimet, sepse tash kemi plus inteligjencën artificiale dhe është shumë vështirë nxënësit me rujt pra që mos kopjojnë. Tash kanë çastin GDP dhe kur dihet që procesin e administrimit praktikisht të lokaleve e kanë kryesisht i gjejnë lokalet për nxënës i gjejnë lokalet të institucionet shkollore, pra gjimnazia shkollore profesionale, ajo do të jetë absolutisht përgjegjësia e ministrisë. Krejt procesi i vlerësimit jashtëm do të jetë procesi i ministrisë. Jo për shembull t'ju lihet faji që shkollat të zgjedhin lokalet, aty lokalet nuk kanë pajisura si duhet, nuk kanë zhurmus me bllokimin e valve dhe nxënës kanë me kopju prap, por parasysh masave që janë ndoshta bukur të rënda për administratorët, për persona fizik sillen 1.500, kurse për persona juridike edhe 15.000-20.000 euro, po unë besoj që nuk është këtu problemi. Problemet janë shumë më të thella dhe do doj shumë më shumë përgatitje dhe shumë më shumë thellim këtë proces për në pasur rezultate pozitive. Në studio tani në është bashkuar pra edhe drejtori i organizatës e TEA që mirët me monitorimin e arsimit në vendin ton, Agon Ahmeti. Zotri Ahmeti, mirë se erdhët. Fillimisht nga ajo që dëgjuam pra dhe nga zotri Salihaj, u tha pra që pritet që problemet që i kemi pasur vitet e kaluara për mbarvajtjen siç duhet dhe të drejtë të testit të maturës do të na përsëriten edhe këtë vit, përmendi dhe një fakt shumë të rëndësishëm, inteligjencën artificiale që po e shohim që po përdoret mjaft shumë sot nga të rinjët, nga fëmijët, për qoftë edhe për bërjen e detyrave, ka qenë një ulëmtim i fundit edhe nga organizata e TEA që ka vënë si alarm këtë gjë që po përdoret mjaft shumë inteligjencë artificiale për kryerjen e detyrave në shkollat tona. Mendoni që do të jetë një problem shtesë tani ky në mbajtjen e testit të maturës, në kopimin e kam fjalën, sepse duket se nuk janë marrë masat të cilat të paktën aq sa kemi parë që do të mund ta frenojnë siç duhet pra këtë kopim që ndodh çdo vit thuajse. Po realisht provimi i maturës shtetërore e ka, si me thonë, pikën më të dobët aspektin e kredibilitetit edhe integritetit gjatë procesit të mbajtjes së tij, për shkak se jemi dëshmitarë të gjithë që kopjimi është masiv, pra mashtrimi është masiv. Fatkeqësisht u krijohen disa iluzione tek fëmijët që kanë dije dhe certifikohen si të tilla, por që provimi si i tillë nuk e përfaqëson realisht dijen e nxënësve. Pjesa dërmuese e tyre, për them këtë për shkak se ka raste specifike ose përjashtimore nga ky fenomen i përgjithshëm i administratorëve që e kryejnë detyrën me përgjegjësi dhe nuk tolerojnë kopjem, por kjo mandej ngre një çështje tjetër diskutabile për trajtimin e barabartë të nxënësve gjatë këtij procesi. Inteligjenca artificiale natyrisht, siç e thatë edhe ju, studimi i fundit i TEA-s nxjerr që mbi 93% të nxënësve janë aktualisht duke shfrytzuar platformat AI për qëllime shkollore, që do të thotë është një shifër goxha e lartë, në parim jo negative, sepse nëse përdoret AI në mënyrë të duhur edhe të përgjegjshme, kishte me qenë benefit shumë i rëndësishëm për sistemin arsimor të Kosovës, por fatkeqësisht këtu është 5 vite pas plasimit të këtyre platformave për përdorim nga masa, nga qytetarët, nuk është ndërmarrë asnjë hap për me rregullu këtë çështje, për me nxjerrë të paktën një doracak që i udhëzon edhe mësimdhënësit e nxënësit se cilat janë mënyrat e duhura etike të përdorimit të inteligjencës artificiale për mësim. Në këtë kontekst, besoj përderisa edhe këtë vit nuk do të ketë asnjë pajisje që pamundson futjen e valve dhe e pamundson rrjetin brenda qendrave të testimit, kjo nënkupton e pamundson qasjen e nxënësve në internet, në platforma të rrjeteve sociale. Unë besoj që inteligjenca artificiale do të paraqes problem shtesë
për sa i përket mashtrimit gjatë këtij procesi që bëhet. Pra është një mënyrë e lehtë edhe më e lehtë edhe më e qasshme për kopjem, meqense se sot e shohim që po të diskutojmë me ChatGPT çfarëdo pyetje që ne i parashtrojmë, përgjigjja kthehet e saktë. Pra është një mënyrë edhe më e lehtë tashmë për të kopjuar nëse absolutisht se po. Përgjigjja kthehet, jo gjithëherë kthehet e saktë, por që nxënësit duke qenë të pauzuar në këtë proces, në pare me besojnë atë përgjigje. Në këtë rast kemi me pasi me thonë, unë konsideroj që do të ketë AI sot do të përbëj edhe një mundësi të re për nxënësit që synojnë me kopju gjatë provimit maturës shtetërore, për shkak se qasja në internet nuk është ndalu, edhe pse ka qenë çështje diskutabile në Komisionin Parlamentar për Arsim që në këtë projekt ligjin e ri të bëhet domosdoshmëri ose kategori obligative për ministrinë që t'i pajisë qendrat e testimit me pajisje që pamundësojnë futjen e valve gjatë procesit të maturës shtetërore, por që kjo nuk është bërë. Aty në ligj prap potencohet që ministria mund të vendos pajisje e kjo mund të lënë hapësirë, si me thonë, kur e kemi atë mund të e me informatat që kam, të paktën për këtë vit, kjo mund të nuk do të zbatohet në qendrat e testimit, kështu që kemi një situatë ku kopjimi do të aplikohet. Nuk di sa shkon ma ketë se sa që është, po gjithsesi se është masiv. Nëse i marrim për bazë për shembull këto grupet e rrjeteve sociale, unë me kolegët i kemi përcjell viteve të kaluara, këto grupet në Viber e WhatsApp e kështu me radhë, është interesant sa ato ripërtrihen çdo vit. Do të thonë, nëse ka qenë matura 2023, kur ka ardhur viti 2024, i ndryshon vizitulli, bëhet matura 2024, 2025, edhe ai grup, si me thonë, është kështu aktiv sa herë vjen provimi maturës shtetërore, edhe fatkeqësisht ne kemi dëshmi edhe dëshmitë të tilla i kemi dorëzuar të paktën në vitin 2024 te Ministria e Arsimit që në ato grupe janë përfshirë edhe prindrit edhe mësimdhënësit, edhe studentët e universiteteve me pretekstin e dhënies së ndihmës ndaj nxënësve për të kopju gjatë provimit maturës shtetërore. Keni informacion, është marrë ndonjë mas deri tani? Jo. Informacion s'kam, rrjedhimisht jemi bindur që nuk është marrë ndonjë mas për shkak se jemi mundu me i nejt mas kësaj çështjeje, duke dërgu pyetje te divizioni përgjegjës për provimin e maturës shtetërore, por që nuk kemi marrë asnjëherë përgjigje. Rrjedhimisht po supozoj, prapë se s'po jap konkluzion, po supozoj që vetë mungesa e përgjigjes nënkupton që nuk ka marrë ndonjë mas lidhur me këtu gjetje dhe gjetje të tjera që identifikohen edhe nga ana e medjave, po edhe nga ana e vetë zyrtarëve të ministrisë. Pra rrallë herë ka ndodhur me u ndërmarrë në një hap konkret për sa i përket sanksionimit, se edhe ligji i kaluar ka pas sanksione edhe në aspektin financiar për administratorët dhe mbikëqyrësit që tolerojnë ose mundsojnë kopjimin, por edhe atëherë kur është aplikuar ky nen, është aplikuar në atë kriterin minimal, domethënë 200-300 euro. Kështu që me gjithë faktin që e përshëndes që është rrit shuma e dënimit me projekt ligjin e ri, prapë konsideroj që nuk është e mjaftueshme. Unë personalisht mendoj që në rastin një mësimdhënës, me që administratorët janë kryesisht mësimdhënës, e tolerojnë dhe e mundsojnë, sepse janë disa bëhen që s'po shohen, disa e mundsojnë kopjimin qëllimshëm. Unë konsideroj që ata nuk e meritojnë licencën e të qenurit mësimdhënës në Kosovë, kështu që ligji i dashur me përmbajt edhe këtë pikë, por që kështu ka vendosur për momentin personat përgjegjës ligjës. Zotëri Saliaj, shohim pra një problematikë që na përsëritet shumë shqetësuese, që e cënon shumë kredibilitetin e këtij testi dhe që përsëritet çdo vit. Pra edhe pse është mundësia për të vendosur pra pajisje, për të vendosur edhe ambiente të reja ku ndoshta do të jenë më monitoruese, ku mund të veprohet më mirë që të ndërpritet valjet për telefonat që mos të ndërpritet pra ky rrjet i kopjimit që aktivizohet gjithmonë para testit të maturës. Pse vazhdon të mos merren masa sipas këndvështrimit tuaj? I konvenon dikujt një situatë e tillë? Është çështje neglizhence apo si e vlerësoni ju?
Po, unë kam thënë vazhdimisht të studiot tuaj dhe studiot tjera se arsimi për fat keq as nuk ka qenë, as nuk po konsiderohet si prioritet. Dhe po ashtu këtu ndoshta duhet me lyp përgjigjen se në sa vite në pej 2008-s organizojmë maturën shtetërore dhe kemi të lashe të mëdha. Pra as se kemi zgjeru bankën e testit në instrumentet mase, me pas shumë pyetje, as se kemi formu komisionin shtetëror për vlerësim të jashtëm. Ne kemi një institut vogël aty pranë mashte që merret me këtë punë, para vlerësimi është proces kyç në arsim në gjitha niveleve, dhe mos kur vlerësohet arsimi pa universitar që është vendimtar për arsim të lartë, ndoshta është vendimtar për jetën e çdo njeriu. Aq më keq kur për shembull një nxënës që ka gjitha pesa për shembull dështon maturën shtetërore ose merr shumë pak pikë se një nxënës që ka pas mesataren 3 ose 2.5. Kjo mandej është zhgënjyse sepse praktikisht e sënon atë që thash përpara, drejtën e fëmijët, pra sënon drejtën e vlerësimit të rregull, drejtën e vlerësimit objektiv. Kjo ka munguar dhe do të mungoj. Këto masat që parashifën në 24-25 kishe ndryshimi këtë mund me pas ndoshta ndojmë pak të vogël, meqenëse janë rrit masat për administrator që administrojnë testin, por ambienti për kopim nuk është ndryshuar, është i njëjti ambient. Aq më keq kur për shembull gjetjen e hapësirave është lanë dispozicion të shkollave. Shkollat nuk kanë potencial me gjetë hapësira, i kanë hapësirat e veta, po unë besoj që do duhet kemi hapësirat posaçme, sallat posaçme, që ata dhe kolegët nuk për përseres, me pas zhurmuzë, me pas praktikisht pamundësi me i përdor telefonat mobil. Pra sa to që administratorit jetë agil, nxënësit tonë janë pas specialist për kopjem, pra arsimi jonë është i njohur për kopjem, ma shumë ku angazhime në grupe sociale, me gjithë ekspertë kështu me radhë për me kopju, se sa për me i përgatit nxënës për maturë shtetërore, me i përgatit për me si duhet. Pra në botë, për shembull, se Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në Evropë, edhe po ti thuash fëmijës kopjaja ai skopjan. Ne e kemi etabluar një farë kulturë të kopimit, dhe kjo për mua është tepër dëshpëruese dhe e bën sistemin tonë shkollor të korruptuar. Pra nuk di çka bojnë ata përveçsues gjimnazit, se në atë Këshillin Shtetëror të Maturës përveç një përveçsues i gjimnazit ose një përveçsues i shkollave profesionale. Edhe mos ky përveçsues i shkollave profesionale që hesh në atë farë këshilli nuk është më kambulës që këta fëmijë trajtohen më mirë, edhe nëpërmes pyetjeve të tjera, nëpërmes programit, që të aplikohet programi, jo për shembull kryesisht të testohen me programe të gjimnazit dhe shkolla profesionale ndryshe. Po ashtu na kemi shembuj botror, për shembull kemi Estoninë që është shembull i mirë, kemi Finlandën, kemi Singaporin, atje për shembull nxënësit e shkollave profesionale testohen ndryshe, nxënësit e gjimnazit testohen ndryshe, pra duke janë skaluar ndoshta vetëm talente të përgjithshme, matematik, fizik, matematik gjuhë dhe gjuhë angleze, lanë tjera do të jenë profesionale, ato që i kanë mësuar fëmijët, jo për shembull testohen për materie që nuk i kanë mësuar. Pra, pres që procesi të vazhdojë të jetë i korruptuar, pres që numri i shkeljeve të jetë më i madh, pres që thamë, qasja në qatë GTP për organizatës artificiale e bën këtë procese më të korruptuar dhe kanë pas qasje fëmijës dhe kanë me ndalë testet automatikisht, kemi pa në rrjetet sociale, askush s'ka më përgjegjë për këtë punë. Pra, sepse këtu është një zinxhiri i gjatë i përgjegjësive që dojë patjetër të menaxhohen ndryshe, dhe unë besoj që kjo është përgjegjësi direkt se tu janë nisë prej ministrit të arsimit deri te administratori i fundit që administron këtë test. Pra unë e shoh në vertikale përgjegjësinë, pa dhënë përgjegjësi vertikale, pra ata që mojnë pension më të larta. Pra ky proces i korruptimit të arsimit nuk do të ndalet, dhe unë jam që praktikisht ky proces ndryshoj tërësisht. Tu janë nisë prej pravot kalueshmërisë, tu janë nisë prej instrumenteve masë ndryshohen tërësisht, dhe tek atëherë bëhet procesi i besueshëm, pravo kalueshmërisë rritet, atëherë bëhet i besueshëm, jo për shembull bëhet një farë ndryshimi kozmetik në ligj, edhe të thuhet para opinionit që ata që kemi bonomi se kemi rrit masat e ndeshkimit prej 1.000 dhe 20.000 euro. Kjo besoj që mund të jetë me pasi impakt minimal, mirë, po jo atë që kemi dëshiruar krejt, për me pasi proces besueshëm të ndërtimit të jashtëm që është
një vlerësim bazë, edhe për regjistrim të fakultet. Zotëri Saliaj, mendoni që pra ajo që ka mësojnë nxënësit gjatë vitit edhe ajo që kërkohet në test, po flasim e treguar pra mjaft të qartë që në shkolla profesionale ka pra është një diskriminim, siç e quani edhe ju, i tillë që ju kërkohet në test diçka që ata nuk e mësojnë, po kemi një këtë kundërthënie edhe për gjimnazet, pra ka probleme të tilla në test, pra ka pyetje të cilat ndoshta janë përmbajtje e tillë që i kërkohet nxënësve nga ajo që ata nuk kanë mësuar, është kjo vetëm tek shkollat profesionale apo mund të ekzistojë edhe tek gjimnazet? Po, kemi edhe gjimnazet shkelje, ju kujtohet për shembull para sa viteve në gjimnazin e shkencave të natyrës, për shembull nuk ka pas fare tip, teknologji informative, edhe para minuti, mandej kanë bërë disa ndryshime. Kemi për shembull në gjuhën shqipe, në landën në gjuhë dhe tërsi shqipe, pra apo që njihet si fusha e gjuhës dhe komunikimit, ka pas pyetje jashtë nga programet shkollore. Do duaj ta dim sakt, sepse pyetjet maturë setore nuk do të qenë asnjë pyetje jashtë kurrikullit shkollor. Asnjë vetme. Pra nxënës do të më pas parasysh atë bankën e pyetjeve, e materialeve shkollore që ato përgatitur në sakt. Se mos flasim për shkolla profesionale, për paramenoti për shembull 4-5 lamit punës integrohen me një grup edhe aty ne ju servohet një test. Për shembull, kjo kërkon në botë nuk ndodh. Për shembull, kërkon në botë nuk ndodh për shembull që me qenë një test i përbashkët për 4 lamit punës. Bile edhe lamit punës që s'kan fare 16 me tjetën. Aty tash landet absolutisht nuk përputhen me plan programet që kanë mësuar fëmijë, edhe shkollat profesionale vazhdimisht dalin dopt, shumë ma dopt në testin e maturës, sepse praktikisht merren materiale që ata nuk i kanë mësuar, nuk i kanë lexuar, s'i kanë pasur në kurrikullet shkollore. Pra me një farë mënyre kur kësaj shtohet edhe ajo që një pjesë e kurrikullet shkollore vazhdimisht mbetet pa realizuar, sepse viti shkollor na është shumë i shkurt, ne jemi në grupin e vendeve me kalendar më shkurt shkollor në Evropë. Do thotë në krahasim me japonez për shembull, ne kemi 125 ditë mësimi maksimum, me japonez kanë mbi 300 ditë mësimi. Sot para minove ku jemi. Edhe tash me këtë orar shkurt kalendarit shkollor, me këtë kalendar të shkurt shkollor, me këto probleme fëmijët tonë i handikapojnë mos janë barabartë me fëmijët tjerë, sepse kemi fëmijë shkëlqyeshëm, fëmijë fantastik. Por ne i handikapojnë me mënyrën e sjelljes tonë, me mënyrën se si ne sillemi ndaj vendit punës, unë mund të kërkoj vendit punës dhe ky është arsimi i fëmijëve tonë. Nëse ne tangojmë, prekim këtë vlerë elementare, atëherë praktikisht ne kemi shkelën themelin e shtetit tonë, dhe pa arsim s'ka kur gjë. Pra unë jam për ndryshim substancial, të fillu nga prahu kalueshmërisë, të i prek instrumentet mase protestet, të e rrit këtë farë që kanë parapata në ligj, të e shëndru në një qendër nacional për vlerësim të jashtëm që ka për shembull Slovenia dhe shumë shtete tjera, edhe të e ndryshu, të e nda testin e gjimnazit nga testet e shkolla profesionale, ku në shkolla profesionale me pas një bank shumë matë mëllat pyetjeve për me përmirësu procesin. E ky proces tani merr kohë. Nëse dojmë me bën ndryshime substanciale, ky proces merr kohë dhe ai që e bën këtë, ai ministër që e bën këtë, unë besoj që ai ka kryer detyrën mirë dhe i ka dhënë një kontribut më aktiv vendi. Por të tash s'kem pa në horizont kësi ministri, as që kemë pa që është përshimin politikat zhvillimore dhe mos politikat arsimore të ne. Zotri Ahmeti, nga ajo pra që tha edhe zotri Saliaj, mendon që ky test, pra testi i maturës, arrin të identifikoj talentin edhe potencialin që kanë nxënësit mbas të rezultateve, apo më shumë po krijohet themi një mentalitet ku nxënësit mësojnë për një test, mësojnë për të kaluar një provim që është i rëndësishëm pastaj për regjistrim në universitet, dhe jo për diçka që atyre ju duhet, jo një mësim për jetë, jo një mësim për atë se ku ata duhen të orientohen në karrierën e të ardhmen. Po, realisht, unë konsideroj që i gjithë procesi i vlerësimeve që aplikohet në sistemin arsimor të Kosovës nuk përfaqëson dijet objektive të nxënësve. Këtu po flas edhe për testet lëndore që mbahen gjatë procesit mësimor.
po e them këtë duke u bazu në një dhënë të fundme që e kemi në dispozicion nga 2 studime që i ka realizuar organizata e teja së fundme, ku i ka pas në total rreth 3.000 respondent të 3 niveleve arsimore, niveli fillor, i mesëm, i ulët dhe i mesëm, i lartë, edhe në pyetjet demografike kam pas notën mesatare suksesit përgjithshëm, edhe e kemi nxjerrë dhënën veç për kurreshtje, edhe nota mesatare e këtyre rreth 3.000 nxënës, mbi 3.000 nxënës që kanë qenë pjesë e studimeve, është 4.16. Dhe me thonë është notë konsiderohen shumë e lartë, dhe tash nëse kjo krahasohet për shembull me kalueshmërinë e provimit maturës, e cila është pothuajse çdo vit rreth 60-65% e atyre që e kalojnë në afatin e parë, provimin e maturës shtetërore, e shohim që këtu diçka nuk është duke u përputh për sa i përket vlerësimit të brenda shkollës edhe pastaj vlerësimit jashtëm që bëhet me provimin e maturës shtetërore. Situata përkeqësohet jashtëmase kur vinë edhe studimet ose testimet ndërkombëtare, siç është për shembull testi PISA, PIRLS, se kështu me radhë ku nxënësit e Kosovës nuk janë as në atë nivelin e mjaftueshëm për sa i përket kalueshmërisë edhe suksesit në këto vlerësime. Pra kemi një disproporcion në të gjitha nivelet e vlerësimeve, rrjedhimisht konsideroj që këto vlerësime nuk arrin me identifiku atë që ju thatë një talent ose një prirje të nxënësve. Në këtë kontekst, po du me ngritë edhe një çështje që të lidhjen që po diskuton edhe zotni Junuzaj, që është lënda zgjedhore për shembull në provimin e maturës shtetërore, ku nxënësit kanë të drejtë me zgjedhje njërin prej lëndëve. Edhe lënda zgjedhore në provimin e maturës shtetërore ka zero relevancë në aspekt të për shembull vlerësimit nga arsimi i lartë. Nëse për shembull një nxënës ka një synim për me studiu çfarë do fushe, unë mendoj që lënda zgjedhore që përkon me fushën qaj ose ajo zgjedh me studiu, duhej me pas vlerësim më të lartë. Për shkak se, si me thonë, ai pozicionohet paraprakisht në një drejtim të caktuar. Në këtë kontekst, lënda zgjedhore nuk ka kurfar relevance, prandaj jemi në një situatë ku nxënësit kryesisht e zgjedhin lëndën zgjedhore të koordinuar bashkarisht për shkaqe prakticiteti, ku kopijimi pastaj bëhet më i lehtë, pra e kanë të gjithë të njëjtën lëndë zgjedhore brenda provimit të maturës shtetërore. Kështu që edhe kjo e përmenda se është mundësi edhe për institucionet qeverisë me pa për shembull se ka është për shembull trendi vit për vit, orientimin karrierë, çka po zgjedhin nxënësit më shumë, që është e dhënë e cila natyrisht mundet me nxitë edhe politika arsimore për me mbështet drejtime të caktuara ose si me thonë, me i përkra drejtimet që zgjedhen më shumë, ose me i përkra drejtimet që shohim që kena deficit dhe ka nevojë për përkraje, por që edhe në këtë aspekt Ministria e Arsimit dhe organet tjera qeverisëse të arsimit në Kosovë nuk është se realisht disponojnë me shumë dhëna, kanë numër të madh të nxënësve që kanë në këtë provim, edhe këtu dhëna natyrisht do duhen me shërby për hartin politika arsimore dhe për llogaridhënie në raport me komunat ose me shkollat, nëse një shkollë performon mirë dhe një tjetër jo mirë, por që krejt këto do të mund të aplikoheshin nëse kthejme prapë te pika zero, te çajo kredibiliteti, nuk mund ta lyp llogari për një shkollë nëse nuk ofrojnë një vlerësim korrekt, objektiv dhe jo të manipulum ose me këtu praktikat mashtruese që aplikohen vazhdimisht në këtë provim maturës shtetërore. Nëse do të ishte kjo një mënyrë ose një alternativë ndoshta për një frenim të kopimit, nëse do të kishte më shumë pyetje analitike se sa alternative, sepse kur kemi pyetje me alternativa, gjithmonë është mundësia më e favorshme për kopjem, qoftë me njëri tjetrin, qoftë tani përmes rrjeteve sociale dhe teknologjisë, inteligjencës artificiale. Do të ishte kjo një mënyrë, do ta frenonte, apo si fakt edhe si aplikohet edhe në vendet e tjera, sepse kryesisht i shohim që testet të tilla janë kryesisht me alternativa. Do të ishte një mënyrë për të frenuar, apo nuk do të funksiononte as kjo? Si e vlerësoni? Jo, besoj që i kontribon reduktimit të paktën, jo eliminimit, por reduktimit të kopimit,
Edhe kjo jo vetëm provimin e maturës shtetërore, po sidomos në vlerësimet paraprake që bëhen gjatë procesit mësimor. Ka një prirje të përgjithshme që me ofru teste me alternativa, e kjo po flas kështu për një fokus grupi ku kam qenë pjesë me mësimdhënësit, bëhet pak edhe për shkak të përtacis për me vlerësu mandej pyetje të hapuna, përgjigje të hapuna në këtë rast e kështu me radhë. Këtu format e vlerësimit me alternativa natyrisht janë më të lehta për edhe për vlerësimet paraprake. Lejo pak me theksu se nështë e harrum me përmend një veprim të mirë të dobishëm që ka ndërmarrë Ministria e Arsimit në prej vitit 2024 nëse s'gaboj, ku këto qendrat e testimit si me thonë, nuk është më në të njëjtin vend e njëjta shkollë, po nxënësit vinë prej shkollave të ndryshme pas pa aplikimit të regjistrimit për provën të maturës përmes e Kosovës, është mundësu kjo që për shembull nxënësi i shkollës X të jetë në Y shkollën dhe të mos ketë bashkë shokët së shoqet klasës, po aty ka një përzierje të nxënësve prej shkollave të ndryshme që kanë rastis me qenë në një qendër testimi. Ky formati elektronik i ka qenë atë adresë. Kjo e ka reduktu sadopak çat komunikimin e natyrshëm që e kanë pas nxënësit për shkak të shoqërisë paraprake që e kanë pas, por që e kemi pa që edhe kjo formë sado që është për të vlerësu, nuk mjafton, në fakt është sidomos tash që është kriju dhe si praktik, megjithatë edhe kjo e ka humb atë relevancën e vet, nuk e ka atë peshën që e ka pas në herën e parë kur është aplikuar vitin 2024. Zotëri Salia, një pyetje të fundit në situatën të cilën jemi aktualisht me këto rezultate të cilat i kemi, vlerësoni që më shumë ka pesh nota mesatare e një nxënësi apo rezultati nga testi i maturës? Po për fat keq tani relevanca e këtij testimit i cili në botën e civilizuar në Evropë në përgjithësi merret si kyç për regjistrimin e arsimit të lartë. Të na kjo relevancë nuk ekziston, më veç faktin se vetëm 30% të rezultateve të maturës praktikisht vlerësohen për regjistrimin e arsimit të lartë. Por në një farë mënyrë vetë Ministria e Arsimit ka devolvuar këtë proces vlerësimit. Për më kthyer atë që ka thënë zoti Ambeti dhe që përgëzoj atë që ka bërë shumë ulëmtime. Ne për shembull gjitha vlerësimet e jashtme nuk i bëjmë. Ne vazhdojmë për shembull mos me bë vlerësimin në nivelit 1. Për shembull klasën e 5 vetëm rrallë ku në aplikuar vlerësimi i jashtëm, pra që parashifet edhe mas klasës 5 jetë një vlerësim. Pra ne kryesisht e bëjmë vlerësimin e nivelit 2, pra praktikisht shkollës mes me tult me testin e arritshmërisë dhe niveli 3 me testin e maturës. Pra për të ardhmen na do të shumë punë, tepër shumë punë për me fut në binar këtë proces i cili me thonë drejtën asnjëherë nuk ka qenë binar që duhet, sepse përgatitjet kryesore të shkollave për këtë test do i qëndronin të vlerësonin fakte për shembull sa përputhen testet subjektive që arsimtarët e lëndëve i bajnë gjatë procesit shkollor me testet objektive që matin shumë më mirë, të që quajmë testet jashtme. Pra kur vlerësimet subjektive të mësuesve apo testet subjektive të mësuesve përputhen në vlerësimet e jashtme, atëherë vlerësimi është kredibil. Pra ne kemi edhe mungesë madhe të ekspertëve të vlerësimit dhe pashtu do të profesorët e gjitha niveleve, arsimtarët e gjitha niveleve do të marrin trajnime të posaçme në vlerësim. Pra këto ulëmtime që i bën ETEA dhe disa organizata të tjera ne animojnë që ku i kemi pikat e dobta të identifikojnë, mandej nëpërmes trajnimeve përgatitjes së stafit të minimizojmë këto efekte. Por jemi larg një procesi vlerësimit që vërtet dhe unë jam për një ndrim substancial. Ky ndrim nuk është bë. Po vazhdojmë me fol me decenien ndoshta për maturën shtetërore, për dobësitë, po asnjëherë s'jemi ul. Gjitha nivelet, gjithë ekspertët, edhe ata në universitet, edhe ata akademisë, të fund edhe ekspertë arsimit lartë marrin pjesë në Këshillin Shtetëror të Maturës. Pra marrin pjesë gjitha instancat dhe duhet të hapet ky diskutim nivel kombëtar, themi edhe të bëhet një vlerësim si duhet dhe të formohen praktikisht bazat për një vlerësim të mirë dhe që deri tash nuk e kemi dhe për të popsojnë fëmijët. E përmeni zoti Ambeti për shembull 4.diçka mesatarja. 4.diçka mesatarja dhe më thonë këtë zonë tonë gati janë shkëlqyshëm. Po atë ku rezultati? Pse nuk performojnë mirë?
ku jemi në pista për shembull, pse jemi në vendin e parafundit, kur për shembull mesatarja në zonë na del nivel Prishtinë na del mbi 4 e gjys për shembull. Ka shkëlqyshëm jemi. Kurse kur ti shikoj mungesat për shembull, ne kemi për kokën zonë mbi të mungesa për shembull që mungojnë në orë psimore. Ato kanë efekt negativ automatikisht, sepse kemi numër shumë të madh për të mungesave, me miliona mungesa në nivel vendi, dhe kërkush në tërmer asgjë. Pra jemi larg një vlerësimi kredibil, një vlerësimi të jashtëm që ta bonte neve krenar dhe që na bonte që mos i lëndoj fëmijët tonë. Pra, ti vlerësojmë ashtu si duhet. E ju për shembull në zonë si Maji dopt ketë vlerësim maksimal të maturës, kurse ai që ka qenë vazhdimisht i mirë të përfundojë me një sukses themi të mjaftueshëm. Jo kur më mirë. Zotëria Salia, unë të falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt. Zotëria Ahmeti, faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit për këtë bisedë dhe urojmë që të kemi kontribuar sa do pak për audiencën. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.